shoh vetëm pse ajo ofendon ty. Kaq Do di. të thonë, kjo është bërë... I rahat, unë i rahat. Në çemimin 2026? Po. Ajo këngë është bërë në 2025. Do më thënë, ajo kishte mundësi që mua të më merte, të fliste, të ashu, këshu, kur donte. Ajo këngë ndryshoi 100, edhe ndryshoi shumë njëherë. Si Ndryshoi shte po nga një? I latë në i presjet paktën, gjakut. Jo, është bërë kompetencë. Unë e bërë në bashkëpunim me Don Phenom. Ai normalisht kërkon të... Kush ishte kjo? është një rapper, Don Phenom. Don Phenom. Edhe normalisht janë të tjerë autor tekste, mua edhe 2 autor tjerë janë marrë, që janë shumë më të famshëm se sa Zhaku, që në showbiz kanë superhite aktuale, dhe pas atyre nuk i është pranuar. Pata s'kam thënë që sepse është normale. Si tenderi. Thjesht Zhaku s'ka aplikuar. Jo, s'është punë tenderi, është që në art nuk ka shoqënira dhe miqësira, por të marrin për të marru punën si që duan ata. Qofse ti nuk je në parametrat, ti mund të jesh shumë i mirë, por si parametrat e tyre. Industria muzikore ka ndryshuar shumë.